Mirë po ministre Hajdari nuk pranon se negociatat janë zhvilluar nga ajo, përkundër se këtë pohon drejtori Gara që ishte pjesë e takimit. Kjo nuk është e vërtet që kontratat janë negociuar nga unë, sepse është një komision i krijuar nga sekretari i Ministrisë së Industrisë, i cili komision duhet të lëshojë raport për çdo negocim të kontratës. Se si e ka kryer drejtori i Departamentit Rezerve Shtetërore punën është punë e sekretarit njoftoj, por nuk është direkt ministri me drejtor me shku me pyet se si kanë marrë pjesë. Unë besoj që zyrtarët duhet ta kryejnë punën e vet kur janë pjesë të komisionit dhe kjo është dashur të ndodhë. Tash kjo mbetet të verifikohet me provat e Departamentit të Rezervës Shtetërore se si kanë qenë të negociuara kontratat. Nuk është e vërtet që ministri ka pas një nënshkrim të raportit për negocim ose një involvim në negocim të çmimit. Nuk ka asnjë fakt dhe nuk mund ta dëshmoj këtë. Keni qenë një pjesë e takimit kur ka ardhur pra pronari i kompanisë turke në ministri bashkë me avaristin Ridvan Muharremi? Zonjush, këtë çka janë operator ekonomik që ju po aludoni, unë e kam si kontratë të klasifikuar që nuk. Jo, keni qenë pjesë e takimit. Besoj që nuk është informacion i klasifikuar. Ta kthej përgjigjen. Unë nuk më lejohet që t'jap turku, apo austriaku, apo italiani, apo ky, mu nuk më lejohet të spjegoj me ty në këtë terminologji sepse është kontratë e klasifikuar.